Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashkimin e datës 10 korrik 2026. Kemi një ditë shumë të rëndësishme. Kjo ditë vazhdon të mbaj ndikimin e Afërditës sapo futur në Virgjëresh. Ndërsa Mërkuri në retrograd në Gafore vazhdon të kërkojë kujdes dhe biseda dokumenta familjare dhe ato emocionale. Pas një sër ditësh intensive, sot është më mirë të përdoret energjia për rregullimin, ndryshimin, mundësinë, takimet, bisedimet në kafe dhe të jenë të ndikuar dhe të karikuar për atë çka duan të arrijnë. Sepse kur ndikohen për diçka dhe di se ku do të shkoj dhe mua më gris për brenda dhe dua ta shfaqi diçka të tillë dhe të jem korrekt në atë çka do të them, është momenti juaj. Ndikohen më shumë Virgjëresha, Demi, Bricjapi, Gaforia, Akrepi, Peshqit, të diçit parë, nga Afërdita në Virgjëresh, ndërsa Gaforia, Bricjapi, Dashi dhe Peshorja, të diçit të tretë, vazhdojnë të ndjejnë Mërkurin në retrograd në Gafore. Për shenjat e tokës dhe të ujit, dita mund të jetë produktive dhe shumë shëruese. Për shenjat e ndikimit të krahut tjetër për kanë përballë, që mund të kenë rikthime bisedash ose çështje që nuk janë mbyllur. Dita është më e mirë për sa i përket çështjeve që lidhen me ndrehje gabimesh ose marrëdhënie pronar punonjës, ka diçka shumë të madhe. Është mirë edhe për të bërë një listë shpenzimesh, për të parë buxhetin, për të rregulluar një problem të vogël në shtëpi ose për të vendosur një program më të shëndetshëm dhe më korrekt. Ajo çka do të keni në lidhje me anën e dashurisë, do të keni kujdes. Deklarata të mëdha dashuri pa bazë, për vendime përfundimtare familjare, për nënshkrime të rëndësishme, kontrate pa kontroll, për blerje impulsive ose për kritika të tepërta në marrëdhënie. Afërdita në Virgjëresh mund të na japin ose mund të na ndikojë shumë në këtë drejtim, por duhet kujdes që kërkesat për përmirësime të mos kthehen në ftohtësi. Këshillat e ditës është: rregulloni, përmirësoni, pastroni, por mos gjykoni as veten dhe as të tjerët më shumë se sa duhet. Por gjithsesi është një nga ndikimet më të mëdha, një nga ndikimet më të rëndësishme mbi çështjet që lidhen me punën, mbi çështjet që lidhen me ndryshimin që vjen. Por gjithsesi, kjo periudhë na ndihmon për nisma të reja. Para se të fillojmë parashimin e kësaj